Dashi, ditën e sotme do të ndjeni të mbushur me energji pozitive, duke ndikuar pozitivisht në marrëdhëniet tuaja personale. Partneri juaj do të vlerësoj përkushtimin tuaj, ndërsa beqarët mund të kenë një takim interesant. Në punë do të përballeni me disa sfida që kërkojnë zgjidhje kreative. Mos u trembni nga presioni, pasi aftësitë tuaja do të shkëlqejnë. Financat do të jenë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për shpenzimet e vogla që mund të mblidhen shpejt. Në aspektin emocional, përpiquni të gjeni kohë për veten tuaj. Meditimi ose një shëtitje në natyrë mund të ndihmojnë për të qetësuar mendjen. Mbani një qëndrim pozitiv dhe kujdesuni për shëndetin tuaj mendor. Demi, sot do të ndiheni më të përqendruar dhe të motivuar në punë. Është një ditë e mirë për të marrë vendime të rëndësishme financiare. Nëse keni planifikuar ndonjë investim, analizoni të gjitha detajet me kujdes. Në aspektin e dashurisë mund të ketë disa keqkuptime me partnerin, por komunikimi i hapur do t'ju ndihmojë të zgjidhni ato. Për ata që janë beqar, është një moment i mirë për të eksploruar mundësi të reja. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por përpiquni të mos mbingarkoheni me përgjegjësi. Një shëtitje ose aktivitet fizik i lehtë do t'ju ndihmojë të relaksoheni. Kujdesuni për shëndetin tuaj dhe mos e anashkaloni pushimin e nevojshëm. Binjakët, ditën e sotme do të ndiheni të motivuar për të përmirësuar marrëdhëniet tuaja personale. Është momenti i dur për të thënë atë që mendoni dhe për të dëgjuar me kujdes të tjerët. Në punë, një projekt i ri mund të kërkojë vëmendjen tuaj të plotë dhe është e rëndësishme të qëndroni të fokusuar. Financat do të kërkojnë pak më shumë kujdes, prandaj shmangni shpenzimet e panevojshme. Mundohuni të analizoni me kujdes ofertat që ju bëhen. Sa i përket gjendjes emocionale, ndjeni nevojën për të relaksuar dhe për të gjetur pak kohë për veten. Një shëtitje në natyrë ose një libër i mirë mund të jenë zgjidhja ideale për të rikthyer qetësinë tuaj të brendshme. Kujdesuni për shëndetin tuaj mendor. Daforia, sot është koha për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë më shumë qetësi në jetën tuaj sentimentale. Në punë mund të përballeni me një sfidë të papritur, por aftësitë tuaja do t'ju ndihmojnë ta zgjidhni me sukses. Financat duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Kujdesuni për shëndetin emocional, pasi mund të ndiheni paksa të ngarkuar. Një aktivitet relaksues, si një shëtitje në natyrë, mund t'ju ndihmojë të gjeni qetësinë e nevojshme. Mbani mend të dëgjoni instinktet tuaja, ato do t'ju drejtojnë në drejtimin e duhur. Mos nguroni të kërkoni ndihmë nga miqt nëse keni nevojë për mbështetje. Luani. Në këtë ditë, energjia e përgjithshme do të jetë pozitive dhe do të ndiheni më të motivuar për të marrë vendime të rëndësishme. Në aspektin e dashurisë, mund të hasni në situata që kërkojnë durim dhe mirëkuptim. Kushtojini vëmendje detajeve të vogla që mund të bëjnë ndryshim të madh në marrëdhëniet tuaja. Në punë, është koha ideale për të treguar aftësitë tuaja dhe për të kërkuar mundësi të reja. Financat mund të kërkojnë një qasje më të kujdesshme, shmangni shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale do të jetë e qëndrueshme, por është e rëndësishme të gjeni kohë për të relaksuar dhe për të rigjeneruar energjitë. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet që ju pëlqen mund të bëjë mrekulli për humorin tuaj. Virgjëresha, ditë e qetë për të reflektuar mbi marrëdhëniet personale. Mund të ndjeheni më të ndjeshëm ndaj emocioneve të tjerëve, ndaj është e rëndësishme të mbani një qëndrim të kuptueshëm. Në punë, përqendrimi në detaje mund të sjellë përfitime të mëdha. Mos lini pas dore detyrat e vogla, pasi ato mund të jenë çelësi i suksesit tuaj. Financat janë në një fazë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet e panevojshme. Një qasje e kujdesshme ndaj buxhetit do t'ju ndihmojë të ndiheni më të sigurt. Energjia juaj emocionale mund të jetë paksa e ulët, ndaj kushtoni vëmendje mirëqenies tuaj. Një shëtitje në natyrë ose një moment qetësie mund të jetë shumë i dobishëm për të rikthyer ekuilibrin. Beshorja, dita e sotme mund të sjellë sfida të vogla në marrëdhëniet personale. Është e rëndësishme të ruash qetësinë dhe të dëgjosh me kujdes. Në punë mund të ndihesh i mbingarkuar me detyra, por përqendrimi dhe organizimi do të të ndihmojnë të menaxhosh gjithçka. Financat mund të kërkojnë pak më shumë kujdes, prandaj shmang shpenzimet e panevojshme. Gjendja emocionale mund të jetë paksa e paqëndrueshme, prandaj është mirë të gjesh pak kohë për veten dhe të relaksohesh. Një shëtitje e shkurtër ose një bisedë me një mik të afërt mund të bëjë mrekulli për humorin tënd. Shmang vendimet e nxituara dhe jep vetes kohë për të reflektuar mbi prioritetet e tua. Kujdesu për veten dhe mos harro të mendosh pozitivisht. Akripi, sot është një ditë e mirë për të përqendruar energjitë në marrëdhëniet personale.
Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të zgjidhë keqkuptimet e fundit. Në punë, mund të përballeni me sfida, por kujdesi ndaj detajeve do t'ju ndihmojë të kaloni çdo pengesë. Financat duken të qëndrueshme, por është e rëndësishme të mos bëni shpenzime të panevojshme. Emocionalisht mund të ndiheni pak të lodhur, ndaj mos e ngarkoni veten me përgjegjësi të tepërta. Kaloni kohë me njerëz që ju mbushin me energji pozitive dhe ju bëjnë të ndiheni mirë. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet i qetë mund të përmirësojë humorin tuaj. Kujdesuni për veten dhe mos harroni qëndroni pozitiv. Shigjutari. Sot mund të ndjeni një nevojë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja. Është kohë e duhur për të bërë një bisedë të hapur dhe të sinqertë me partnerin tuaj. Në punë, mund të përballeni me disa detyra të reja që kërkojnë vëmendjen tuaj të plotë. Mos hezitoni të kërkoni ndihmë nga kolegët nëse është e nevojshme. Financat tuaja duken të qëndrueshme, por është mirë të shmangni shpenzimet e panevojshme. Ruani një sy të kujdesshëm mbi buxhetin tuaj. Gjendja emocionale mund të jetë pak e luhatshme, kështu që ndihmoni veten duke gjetur kohë për t'u çlodhur. Një shëtitje në natyrë ose një libër i mirë mund të bëjnë mrekulli për humorin tuaj. Kujdesuni për veten dhe mos e nënvlerësoni ndikimin e momenteve të vogla të qetësisë. Briciabi. Sot është një ditë për të reflektuar mbi marrëdhëniet tuaja. Në dashuri mund të hasni disa mosmarrëveshje të vogla, por komunikimi i hapur do të ndihmojë në zgjidhjen e tyre. Në punë, përqendrohuni në detajet e vogla, pasi ato do të bëjnë diferencën në suksesin tuaj. Financat do të jenë në rrugë të qëndrueshme, por është e rëndësishme të mos bëni shpenzime të panevojshme. Emocionalisht mund të ndiheni pak të lodhur, prandaj mos hezitoni të merrni pak kohë për veten tuaj. Një shëtitje e shkurtër në natyrë mund të ndihmojë në qetësimin e mendjes. Kërkoni mbështetje nga miqtë dhe familja nëse ndiheni të mbingarkuar. Kujdesuni për veten dhe qëndroni pozitiv. Ujori. Sot mund të ndiheni pak të ngarkuar emocionalisht, por mos u shqetësoni. Në dashuri është momenti i duhur për të folur hapur me partnerin, pasi komunikimi do të përmirësojë marrëdhënien tuaj. Në punë mund të shfaqen disa sfida të vogla, por me përqendrim dhe durim do t'i kaloni me sukses. Financat kërkojnë vëmendje, shmangni shpenzimet e panevojshme dhe përpiquni të kurseni pak më shumë. Ndjenja e lodhjes mund të jetë më e pranishme sot, prandaj mos harroni të gjeni pak kohë për relaks dhe qetësi. Marrja e një vendimi të rëndësishëm mund të presë, mos u nxitoni. Kujdesuni për veten dhe mos e lini stresin të dominojë ditën tuaj. Gjithçka do të stabilizohet së shpejti. Peshqit. Dita e sotme mund të sjellë disa sfida në aspektin profesional. Mund të përballeni me situata që kërkojnë durim dhe aftësi për të menaxhuar stresin. Në lidhje me financat, është e rëndësishme të shmangni shpenzimet e panevojshme dhe të fokusoheni në kursime. Në dashuri, mund të ndjeni nevojën për të qenë më të hapur dhe të sinqertë me partnerin. Komunikimi i qartë do të ndihmojë në zgjidhjen e çdo mosmarrëveshjeje. Emocionalisht mund të ndiheni paksa të lodhur, ndaj mos harroni të merrni kohë për veten dhe të relaksoheni. Një shëtitje në natyrë ose një aktivitet që ju pëlqen mund të ndihmojë në rikthimin e energjisë pozitive. Kujdesuni për veten dhe mos e sforconi shumë trupin tuaj.